Me emrin e Allahut mëshiruesit mëshirbërësit. Të nderuar pjesëmarrës, vëllezër dhe motra. Sot nuk jemi mbledhur thjesht për të folur. Jemi mbledhur për të qenë zëri i atyre që po mundohet t'i shuaj padrejtësia. Sot, në çdo hap që derdhim, në çdo fjalë që shqiptojmë, ne mbajmë bisupe dhimbjen dhe krenarin e një populli që për dekada të tëra po lufton për të drejtën më të thjeshtë, të jetojë i lirë. Në tokën e shenjtë, aty ku fëmijët duhet të rriteshin me lojë dhe buzëqeshje, dëgjohet vetëm rënkimi i dhimbjes. Në çdo rrugicë të Gazës, në çdo mur të thyer të Kutsit, në çdo sy të lodhur nga lufta, Palestina jeton. Ne nuk jemi këtu për të heshtur. Ne jemi këtu për ta thirrur botën që heshti shumë gjatë. Palestina ka nevojë për drejtësi. Palestina ka nevojë për liri. Le të jemi sot një zë, një hap, një zemër për Palestinën. Sot jemi mbledhur këtu me zemra të bashkuara dhe me qëllim të përbashkët, fal bashkëpunimit të organizatave dhe shoqatave jo qeveritare, Mexhlisi Asër, Fondacioni për Kulturë, Arsim, Shkencë dhe Humanizëm, Shoqata Allaxha, Organizata Kulturore Humanitare Merhamet, Organizata Humanitare El Hilal, si dhe shoqata Legis. Këto shoqata, me përkushtim dhe dashuri për drejtësinë, bashkuan forcat që kjo protest të bëhet zëri i të pambrojturve, britma e atyre që po shtypen, shpresa e atyre që besojnë ende në liri. Sot bashk ngrem zërin për Palestinën. Sot bashk tregojmë se e drejta nuk vdes kur. Değerli katılımcılar, kardeşlerim ve bacılarım. Bugün sadece konuşmak için toplanmadık. Adaletsizlik tarafından boğulmaya çalışanların sesi olmak için toplandık. Bugün attığımız her adımda, söylediğimiz her kelimede basit bir hakkı için yıllarca savaşan bir halkın acısını ve gururunu omuzlarımızda taşıyoruz. Kutsal topraklarda çocukların oyun ve gülümsemeyle büyümesi gereken yerde sadece acının çığlığı duyuluyor. Gazze'nin her sokağında, Kudüs-i Şerif'in her yıkık duvarında, savaşla yorgun her gözde Filistin yaşıyor. Burada susmak için değiliz. Buradayız. Dünyaya uzun süre sessiz kalanlara seslenmek için Filistin adalet istiyor. Filistin özgürlük istiyor. Bugün hep birlikte Filistin için bir ses, bir adım, bir yürek olalım. Bugün burada birleşmiş kalplerle ve ortak bir amaçla toplandık. Sivil toplum kuruluşlarının ve derneklerinin işbirliğiyle Meclisi Asır Vakfı, Asır Derneği, Allaxha Derneği, Merhamet Derneği, El Hilal Derneği ve Legis Derneği. Bu dernekler adalete olan bağlılıkları ve sevgileriyle bu protestonun, korumasızların sesi, ezilenlerin çığlığı, özgürlüğe inanların umudu olmasına sağladı. Bugün birlikte Filistin için sesimizi yükseltiyoruz. Bugün birlikte hakikatin asla ölmediğini gösteriyoruz. Počitovani učesnici, braća i sestri, danas ne sme sobrani samo za da zboruvame, туку за да бидеме гласот на оние кои неправдата се обидува да ги замолчи. Денес со секој чекор што го правиме, со секој збор што го изговараме,
ja nosime na našite pleći, bolkata i gordosta na jedan narod koji so deceniji se bori za najosnovното pravo, da живее slobodен. Na svetата земја, каде што децата треба да растат со игра и насмевка, се слуша само ропотот на болката. Во секоја уличка на Газа, во секој скршен зид на Кудус и Шериф, во секое око, уморно од војна, Палестина живее. Ние не сме тука за да молчиме. Ние сме тука за да го повикаме светот кој премногу долго молчеше. Палестина има потреба од правда. Палестина има потреба од слобода. Да бидеме денес еден глас, еден чекор, едно срце за Палестина. Денес сме собрани овде со обедените срца и заедничка цел, благодарение на соработката на организациите и невладините здруженија, Меджлисот Аср, Фондација Аср, Здружението Аладжа, Здружението Мерхамет, Ел Хилал и Легис. Овие здруженија со посветеност и љубов кон правдата ги здружија силите за ова протестна манифестација да стане гласот на немоćните, викот на оние што се потиснати, надежда на оние што се уште веруваат во слободата. Денес заедно го креваме гласот за Палестина. Денес заедно покажуваме дека правдата никогаш не умира. Zëri i drejtësisë lind nga zemra e atyre që nuk heshtin. Është nder për ne që të ftojmë një zë që flet me shpirtin e popullit dhe zemrën e drejtësisë, përfaqësuesin e Mexhlisit Asr, magjistër, profesor Sulejman Mehazi. Adaletin sesi susmayanların yüreğinden doğar. Meclisi Asr'in temsilcisi olan Profesör Doktor Sulejman Mehazi'yi sahneye davet ediyoruz. Glasot na pravdata se rađa od srceto na onije što ne molčat. Čest nije da povikame glas što zboruva so dušata na narodot i srceto na pravdata. Predstavnikot na Meclisot Asr, gospodinot Profesor Sulejman Mehazi. Urdhroni, profesor. Ne, qytetarët e Tetovës, jemi mbledhur këtu në sheshin ton të bukur për të përkrahur popullin e sakrifikuar të Gazës me një mesazh të qartë. Stop luftës genocidiale sioniste izraelite në Gaza. Kjo nuk është luftë. Lufta ka rregullat dhe ligjet e veta. Në një anë janë civilët, njerëzit, fëmijët, gratë, burrat të lidhur nga mos ndihma e tërë botës në litarin e Zotit, e në anën tjetër sionistët izraelit me bomba vrasin gra, bura, pleq edhe fëmijë të vegjël. Kjo nuk është luftë. Kjo është zullum. Ua bëjmë me dije, ua bëjmë këtu në sheshin e Tetovës gjithë ambasadave që të huaja në Republikën e Maqedonisë, sidomos ambasadës së Izraelit, se a është luftë kjo që të vrasësh fëmijët e djepit dhe fëmijët e qumshtit të nënave? A është zullum të shkosh më të tje
edhe spitalet t'i bombardoni. A është zullum, nuk kënaqeni me kaq. Mos të lejoni edhe ndihmat humanitare të cilët do bota t'i qoj në Gaza, ju edhe këta edhe ndihmat nuk i lejoni. Atëherë, ju lutem, a nuk është kjo zullum? Pra, ju jeni zullumqarë, ju nuk kanë faj fëmijët për shkak se ju nuk mund të përballeni me Hamasin, nuk ka faj fëmiju, nuk kanë gratë faj ata të ndalin Hamasin. Në qovë se ju me armët më të përsosura nuk mundni t'i ndalni, t'i vritni Hamasin, atër si do mund e fëmiju i vogël i cili është në preher të nanës. Të ndish dhembje për trupin tëndë, për familjen tënde, për kombin tëndë, është gjallëri. Mirë po, të ndish dhembje për një popull tjetër, i cili është i masakruar, i cili qëllimi i qiputeve cionist të Netanyaut është që të bëje pastrim bjegje tokës, t'i largoje vendasit që me shekuj kanë jetuar në atë vend, të pastroje nga palestinezët, të shparos popullin e palestinezve. Mirë po, një gjë ta din, Netanyahu edhe cionistët në tërë botën, se një popull nuk mund të shduk një popull tjetër përveç se nëse do Zoti. Zoti 40 perëndori i kanë qenë. Kur kanë vepruar kështu në këtë mënyrë, janë shdukur. Nuk mund të shduket një popull i cili gjaku i njom është derdhur. Palestina duhet në botë ka mbetur si një lum i gjaku të fëmijëve. Gjaku i fëmijëve nuk vdes. Në Kur'an, Zoti thot, mos thoni se dëshmorët, shahidët kanë vdekur. Ata janë gjallë, por ju nuk i kuptoni. Ata janë gjallë, Palestina do të mbetet gjallë, ata do të fitojnë dhe do të turprohen bota, e tërë bota e mequr. Ku është? Pse heshtin? Për një vrasje në Francë para disa viteve u quan të gjithë diplomacit në këmbë, kurse sot heshtin para kësaj gjëme botërore. Ku janë universitetet? Ku është ditoria? Nuk na duhet kështu ditori pa karakter, të cilët të pamëshirshëm nuk kanë mëshirë për fëmijët. Prandaj, do të thotë dikush ja, ne kemi dalur për Palestinën. Po, ne jemi popull që dhembjet ka një thënie, po që se e ndinin në trup një dhembje, te kombi ju e një dhembje, në familje, atër jemi të gjallëruar. Por, nëse ndim dhembjen e një popull tjetër, atër jemi të njerëzishëm, jemi human, jemi shpirt ndritur, që ndriqimi i dhembjes nga këtu shkon në Palestinë. Roft populli i Palestinës, roft vendi ku kanë lindur profetët e Zotit. Liri për Palestinën! Liri për Palestinën!
Liri per Palestinën. Tekbir. Allahu Ekber. Kur një zë ngrihet, për liri, tjetri nuk hesht. Ftojmë në vim, mysafiren e shoqatës Allaxha, teologe, shkrimtare, dilek, Tekogjak. Urdhroni. Koga jedan glas se kreva za sloboda, drugi od nemolči. Го повикуваме председателот на Сдружениото Allaxha, нашиот гостин, госпоѓа Dilek Tekogjak hanım da bize во Senata. Bir ses özgürlük için yükseldiğinde diğerleri susmaz. Allaxha Derneği'nin misafiri Sayın Dilek Tekogjak hanımefendi sahneye davet ediyoruz. İlk kıblemiz, Miraç yurdu, yeryüzünde İslam ümmetine emanet edilen 3 mescitten biri olan Mescid-i Aksa, ben tehlikedeyim dediğinde Gazze lebbeyk dedi. Bizler de bugün Allaxha Derneği'nin ve burada bulunan 5 STK'nın bugünkü davetine lebbeyk diyerek buraya geldiniz. Hepinizin ayaklarına sağlık. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 572 gündür aralıksız olarak bombalanan Gazze, ben bittim demedi. Bizler de yorulduk demeden Gazze'ye destek vermeye devam edeceğiz. Gazze öyle bir şehir ki herkesin maskesini düşürdü. Cevheri arazdan ayırdı. Yani özü daha sonra ona tabi olandan, ondan olmayandan ayırdı. İşte burada bulunan bugün bu topluluk cevher hükmündedir. Gazze'nin yanındayız dediniz, buradayız dediniz. Biz 572 gündür aralıksız olarak bombalanan Gazze'de öldürülen çocukların sesi olmaya geldik dediniz. İslam ülkesine rağmen bugün 2 milyon Gazze'li direnmeye devam ediyor. 57 İslam ülkesinin yapamadığını 2,4 milyonluk Gazze'li yapmaya çalışıyor. İşte bizler de 57 İslam ülkesinin içerisinde bulunan, 2 milyar İslam ümmetinin içerisinde bulunan birkaç milyon olarak aynı Gazze okulunun bize öğrettiği gibi sesimizi en gür şekilde çıkarmaya devam edeceğiz. Umutsuzluk yok. Gazze sabır şehri, ribat şehri, Gazze umudun şehri. Gazze bittim demeden, Gazze bitti demeden bizler bu meydanları boş bırakmayacağız. Gazze öyle bir şehir ki, Gazze öyle bir direnişin sembolü ki, milyonlarca dolar akıtmalarına rağmen İsrail'e biz hala direnişe devam ediyoruz dedi. Biz hala direnmeye devam ediyoruz dedi. Ceyşun la yukhar, asla yenilmeyen ordu unvanını aldı. 572 yıldır 17 yıllık ablukaya rağmen bütün İslam ümmetinin, dünyanın güçlü devletlerinin görmezden gelmesine rağmen hala direnişi devam ettiren Gazze. İşte o Gazze ki bizim rehberimiz, işte o Gazze ki bize direnişin nasıl olacağını gösterdi. Bizler de bu direnişin Gazze'nin dışında olan teçhiz ordusu olarak burada bulunmaya devam edeceğiz. La galibe illallah. Allah mutlaka bu işin sonunu zaferle bitirecek. Bir tarih yazılıyor. İşte biz bu tarih yazılırken sadece ve sadece nerede duracağımıza karar veriyoruz. Hepinizin ayaklarına sağlık. Hepinize Rabbim Gazze imanından nasip etsin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatüh.
Tekbir. Allahu Ekber. Tekbir. Allahu Ekber. Tekbir. Allahu Ekber. Gazze halkı yalnız değildir. Gazze halkı yalnız değildir. Gazze halkı yalnız değildir. Müslüman uyuma, kardeşine sahip çık. Müslüman uyuma, kardeşine sahip çık. Müslüman uyuma, kardeşine sahip çık. Allahu Ekber kebira. Allahu Ekber kebira. Velhamdülillahi kesira. Elhamdülillahi kesira. La ilahe illallah. Muhammed Resulullah. Kahrolsun İsrail, kahrolsun ABD. Kahrolsun İsrail, kahrolsun ABD. Kahrolsun İsrail, kahrolsun ABD. Kahrolsun İsrail, Filistin'den defol. Kahrolsun İsrail, Filistin'den defol. Allahu Ekber kebira. Allahu Ekber kebira. Velhamdülillahi kesira. Elhamdülillahi kesira. La ilahe illallah. Muhammed Resulullah. Tekbir. Allahu Ekber. Tani është radha e shoqatës El Hilal. Sa herë që një fëmijë në Gaza qan, një copë e ndërgjegjes son thyhet. E sot jemi këtu për t'i ngjitur ato copa me fjalë, me qendres e me zë. Ftojmë përfaqësuesin e organizatës El Hilal, Hoxh Ali Sadiku, që ta merr fjalën. Gazze'de bir çocuk ağladığında vicdanımızın bir parçası kırılır. Bugün buradayız. O kırık parçaları kelimelerle, direnişle, sesle birleştirmek için El Hilal Derneği'nin temsilcisi Hoca Ali Sadiku'yu sahneye davet ediyoruz. Se koga jedno dete vo Gaza plače, del od našata совест se krši. Danes sme tuka za da gi zalepime tije delovi so zborovi, so otpor, so glas. Го повикуваме представникот на Сдруженијето Ел Хилал, Хоџата Али Садику, да го земе зборот. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Falenderojmë Allahun Xhaleshanuhu, salate dhe selame I dërgojmë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi ve sellem. Të ndershëm vëllezër e motra, jemi të vuar sot këtu në Tetov tek sheshi Iliria në këtë protestë të cilën e kemi titulluar Gaza ka nevojë për zërin ton, ngrije zërin. Allahu Xhaleshanuhu në ajetin e 21 të surës El Maide thot: Ja qaumi dukhulu al-ardha al-muqaddasata allati kataba Allahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. O populli im, hynin tokën e shenjtë, të cilën Allahu u apremtoi, dhe mos u ktheni prapa, se atëherë ktheheni të dëshpëruar. Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem në një hadith të cilën e transmeton Imam Buhariu, Muslimi, Ibn Majah dhe Abu Davudi thot: njeriu nuk merr ndonjë udhtim përveç se në 3 xhami. Xhamin e shenjtë në Mekë,
këtu në xhamin time në Medine dhe në Mesgjidu El Aqsa në Quds. Tokën e Qudzit janë ndërtuar shumë civilizime të lashta. Në për Quds kaluan asirianët, romakët, krishterët, babilonasit, persianët dhe shumë të tjerë. Në historinë tonë islame, Qudsi paraqet një lloj kryeqendre e cila është e lidhur ngushtë me ummetin islam dhe historinë e tij të madhrishme. Me të janë të lidhura zemrat e besimtarëve të vërtet. Nga okupimi në vitin 1948 deri më sot, bota ka qenë dëshmitare e okupimit sionist, torturave dhe dhimbjeve që i ka përjetuar populli i pafajshëm palestinez, i larguar me dhunë nga tokat e tyre. Bombardimi i pjesëve të banuare, spitaleve, shkollave, përdorimi i armëve të ndaluara dhe vrasja e fëmijëve është bërë shkak që regjimi sionist të quhet si regjimi i fëmijëve vras. Gjaku palestinez por rjedh me dekada, por ajo që tash po ndodh vështirë që të krahasohet me çka do tjetër përpara. Me dhjetra palestinez vdesin gjatë ditës, kurse me qindra plagosën. Tronditës ishte raporti i shumë korrespondentëve nga televizionet e ndryshme ku tregohen se spitalet palestineze në të cilët janë vendosura shumë civil plagum, prej të cilëve shumica e humbin edhe jetën e tyre edhe të pamurit e tyre. Nëse muslimanët do të ishin sot bashkuar, edhe nëse do të mbështeteshin të shpirti i islamit, armiku nuk do të mund të ushtronte gjithë këtë torturë, presion, persekutim dhe dëm aq të qartë kundër popullit të Palestinës dhe mu në vatrat e tyre. Çështja e Palestinës zhakos zemrën e çdo njeriu që ka zemër, edhe nëse nuk është fetar praktikues. Çështja e Palestinës e largon rahatin dhe qetësinë. Secilin nga ne e parashtron pyetjen se si mund ta ndihmojmë Gazën sot dhe popullin palestinez. Duke u bazuar në fjalimin e dietarit të madh Seif Bakir, vazhdim do të përmend disa mënyra se si ne sot mund ta ndihmojmë popullin e Gazës në Palestinë. Pikë pari, formimi i medias së rezistencës. Le të jetë zëri jon, media e rezistencës, përballja me gënjeshtrat, të përgjigjemi në rrjetet tona sociale ndaj dyshimeve, shpifjeve, gënjeshtrave që publikojnë pushtuesit izraelit sionist dhe kushdo që është me ta. Reagimi mediatik. Të jemi sa më aktiv aq sa kemi mundësi. Kush ka mundësi të shkruaj, le të shkruaj. Kush ka mundësi të marrë pjesë në fjalime të ndryshme, le të marrë pjesë. Kush ka mundësi të marrë pjesë në emisione të ndryshme televizive, le të marrë pjesë e tjerë. Përfshirja e familjarëve dhe të afërmve. Ti bëjmë pjesë të çështjes së Palestinës familjarët dhe të afërmit tonë, veçanërisht fëmijët dhe të rinjt. Ti ftojmë fëmijët tonë që të bisedojnë me shokët e tyre kudo, në shkollë, në rrugë e tjerë, për të drejtën e Palestinës sepse të rinjt janë e ardhmja e vendit tonë. Bojkoti. Ti bojkojtojmë mallat e kompanive që mbështesin armikun sionist duke mos i importuar dhe as mos i konsumuar ato. Krijimi i marrëdhënieve me njerëzit me ndikim shoqëri. Tu drejtohemi parlamentarëve, politikanëve dhe figurave me ndikim për të miratuar projekte për të mirë studiuara për të ndihmuar Gazën. Lutjet, lutemi vazhdimisht në namaz, në këmbë, në tehexhud, në agjërimet tona, në haxhet tona, në umret tona, ti drejtohemi Allahu xhaleshanuhu me lutje dhe përgjërim që të ndihmojnë të shtypurit dhe mujahidët, poshtroj dhe të mposhtë agresorët si dhe na shpëtojnë nga sundimtarët Tiranë. Në fund e lusë Allahun xhaleshanuhu që të ndihmoj vëllezërve dhe motrat tona në Quds, Palestinë, Gaza, si dhe të ruaj Mesgjidi Aksan. O Allah, Zoti ynë pranoj të rënët e tyre si dëshmor në rrugën tënde. O Allah, Zoti ynë shëroj të plagorosurit dhe të sëmurët prej tyre. Velhamdulillahi Rabbil Alamin. Të gjithë këtu jemi për një qëllim të përbashkët,
të themi të vërtetën dhe të mos heshtim. Në këtë frym, ftojmë kryetarin e shoqatës Legis, Jasmin Rexhepi, që të ndajë me ne mesajin e tij. Hepimiz burada aynı amaç için toplandık. Gerçeği söylemek ve susmamak için. Bu ruhla Legis Derneği'nin başkanı Sayın Yasemin Recep ile bizlerle mesajını paylaşmak için sahneye davet ediyoruz. Sitesme tuka zajedna zajednička cel, da ja kažeme vistiната и да не молчиме. Во овој дух го повикуваме председателот на Сдруженијето Легис да го сподели со нас своето мислење. Почитувани тетовчани, ми представува чест да стојам денес пред вас, да се обратам на македонски јазик за оние кои што не ги разбра предходните говори, иако се што требаше да се каже, го кажа и скоро да не оставија ништо за мене да спомнам. Тетово бил секогаш град кој што го кренал својот глас за правата на луѓето, за вистината, па така сме тука денес да го кренеме заеднички гласот за Газа. Стоп на геноцидот во Газа. Тоа што ни го кажа и оджата предходно, треба да се спомне на македонски јазик, кога нашиот пратеник Мухамед алейхиссалам, нека Божиот мир над него, не советувал, ни рекол, кога ќе видите нешто лошо, поправете го тоа, сменете го со дела. Доколку не можете, тогаш употребете зборови. Доколку не можете, тогаш немој да го сакате тоа лошо дело во вашите срца, не се помирувајте со тоа зло што се случува. Затоа сме ние тука денеска да го кажеме и нашиот збор и да ги кажеме и нашите дела. Тоа што ние можеме да го направиме од тука е да излегуваме на протести, секогаш да споделуваме вести и да шириме свеста за злосторствата, најлошите злосторства што се случуваат во 21. век во Газа. Ние, граѓаните на Македонија, никогаш нема да се сложиме со тоа што се случува таму и секогаш ќе повикуваме на мир. Исто така би сакал во име на мојата организација да се заблагодарам на сите наши сограѓани, но и на граѓаните на околните земји во регионот за секоја поддршка што ни ја дава, со која што можевме да испратиме хуманитарна помош во Газа и тоа да го правиме во изминативе 18 месеци. Искрено ви благодарам на сите за сите тие дела и продолжете да бидете јаки и понатаму. Ессelamu алейкум. Duydunuz mu bilmem. Şu anda bir Gazze sokağında son nefesimi verdim ben. Umurunuzda mı? Onu da bilmem. Ama bir dakika önce ayaktaydım. Şimdi paramparça yerdeyim ben. Geçen hafta amcam, dün annem, bugün kardeşim ve ben. Üstelik niye öldüğümüzü bile bilmeden tik tak, tik tak, tik. Ve çekildi tetik. Şu anda, şu saniyede bir ölüyüm artık ben. Gazze'nin bir sokağında oyun oynarken ruhsuz bir sayıya dönüşen, haberleri 20.000 küsur diye geçen, işte o küsurum ben. Said'in kardeşi Hasan'ın oğlu Mohsen. Ey analar, ey babalar, hayır duanızı eksik etmeyin üstümüzden. Tekbir! Allahu Ekber! Tani është radha e shoqatës Merhamet. Zëri që vjen tani është i ri, por flet me zemër të madhe. Ftojmë përfaqësuesen e organizatës Merhamet, Rufie Sulejmani, që të ndajë me ne fjalën e saj. Şimdi gelen ses genç ama büyük bir kalple konuşuyor. Merhamet Derneği'nin temsilcisi Sayın Rufie Süleymani'yi
bizlerle sözlerini paylaşması için sahneye davet ediyoruz. Glasot što događa сега je mlad, no зборува со големо срце. Ја повикуваме представничката на Сдруженијото Мерхамет, госпоѓа Руфие Сулеймани, да го сподели со нас својот говор. Të nderuar pjesëmarrës, vëllezër dhe motra, miq të drejtësisë dhe njerëzores. Sot jemi mbledhur këtu, jo vetëm si qytetar, por si një zë i një populli që shtypet, si një zë i një populli që po përjeton gjenocid, dhunë dhe padrejtësi çdo ditë. Popullit palestines në Gaza. Ajo që po ndodh në Gaza nuk është konflikt, por një fushat e pamëshirshme e dhunës dhe shfarosjes nga ana e Izraelit. Para syve të botës që po hesht, fëmijët po vriten, spitalet po bombardohen, familjet po zhduken në rënoja. Kjo nuk është luftë, kjo është krim kundër njerëzimit. Ne jemi këtu për të thënë me zë të lartë, mjaft më, ne nuk do të heshtim, ne nuk do të kthejmë kokën anash, ndërsa drejtësia po në përkëmbet. Palestina nuk është vetëm çështje e muslimanëve, ajo është një çështje njerëzore. Çdo njeri me ndërgjegje duhet të ngrihet dhe të thotë stop këtij gjenocidi. Ne kërkojmë që zëri ynë të dëgjohet nga të gjitha institucionet ndërkombëtare. Ne kërkojmë liri për Gazën, liri për Palestinën, drejtësi për viktimat. Në emër të njerëzores, në emër të ndërgjegjes, në emër të së vërtetës. Ne jemi me Palestinën, ne jemi me Gazën. Ju faleminderit. Tekbir! Allahu Akbar! Tekbir! Tekbir! Në syt e një fëmije pikturohet agimi, me ngjyra pluhuri dhe hiri të zi. Një kukull e djegur hesh mbi gërmadha, një nën kërkon zërin e bijës së saj. Gjaku nuk është më vetëm në plak, është ngjyrë në rrugë, në mure, në ajër. Era sjell britmat e heshtura të një populli, që qanë palot e ulëret pa zë. Por jo, mos thuaj se ata janë të dobët, se durimi i tyre thyen malet, se sytë e tyre shohin përtej kësaj bote, se shpirti i tyre se di ç'është frika. Ata ecin mbi gjemba me hapa të lehtë, se din që shpirti nuk vdes në rënoja. Ata qeshin mes pluhurit se kanë djell në zemër. Ata falim, ndërsa ne ende pyesim si. Dhe ne heshtim si gjethet në vjesht, të shurdhër ndaj erës që ulërin në Gaza. Ne ulemi rehat në fronin e verbëris, duke fshir nga balli një djerës të lehtë. A nuk e ndihen se toka po dridhet? A nuk e sheh që qielli po qan? Erdhi dita kur gurët do flasin, se ne nuk guxuam të thonim asnjë fjalë. Një zë nga jashtë kufive tanë, por pranë nesh me zemër. Me shumë respekt, ftojmë gazetaren nga Turqia, Tülay Gökçimen të ndaj me ne fjalimin e saj.
Dnes imame čest da imame među nas glas od nadvor od našite granici, no blizu do nas so srce, so golema počit go povikuvame novinarot od Turcija, tülay gokçimen da gospodeli so nas svoj odgovor. Bugün sınırlarımızın dışından ama kalpten bizimle olan bir sesi onurlandırıyoruz. Saygı ile Türkiye'den gazeteci Sayın Tülay Gökçimen'i bizlerle konuşmasını paylaşmak için sahneye davet ediyoruz. Selamünaleyküm. Allah razı olsun. Ayaklarınıza sağlık. Buraya bugün gelmeniz gerçekten Gazze halkı için öyle büyük bir mutluluk, öyle büyük bir umut ki Allah hepinizin ayaklarına bir Kudüs gücü nasip etsin inşallah. Gazze halkının yaşadıklarını hissediyor musunuz? Gazze halkının yaşadıklarını görüyor musunuz? Evet, maalesef bütün dünya, herkes her şeyi görüyor ama sesimizi işgalci İsrail'e duyuramıyoruz. İşgalci İsrail'in soykırımcılara sesimizi duyuramıyoruz. Katliamları durduramıyoruz. Hiçbir zulüm sonsuza kadar devam etmeyecek Allah'ın izniyle. Gazze halkının, Gazze'li çocukların sesini duyurmak için bugün buraya geldik. Bu eylemin bugün burada olmasında emeği geçen Alaca Derneği Başkanı Şükriye Kahya kardeşime bizi davet etti, burayı organize etti, herkesi haberdar etti. Çok teşekkür ediyorum. Allah sizin de Şükriye kardeşimin ve onun arkadaşlarının, ekibinin sayısını arttırsın inşallah. Şimdi basın açıklamasına geçiyorum. Ey Müslümanlar, ey Hristiyanlar, ey Yahudiler, ey Budistler, ey ateistler, deistler, hümanistler, nerede olursanız olun, kendinizi nasıl tanımlıyorsanız tanımlayın. Bugün buraya Gazze için geldiniz. İnsanlığa, insanlık onuruna sahip çıkmak için geldiniz. Bebekler açlıktan, çocuklar soğuktan ölmesin diye geldiniz. Buraya gelemeyip de kalbi Gazze ile Filistin'le birlikte atanlar, Gazze'nin de Filistin'in sevinciyle sevinip derdiyle dertlenenler, nerede olursanız olun kalbimiz bir, rüyamız bir, sevincimiz ve hüznümüz bir. Ey Kuzey Makedonyalılar, ey Kalkandelen halkı, Gazze'de çocuklar diri diri yakılıyor, görüyor musunuz? İnsanlar gökyüzüne fırlatılıyor. Elinde bidonuyla su bulmaya giden çocuklar keskin nişancı tarafından sokak ortasında katlediliyor. Gazze'li yavruları feryatlarını duyuyor musunuz? Kadınlar üzerine giyecek bir elbise dahi bulamazken, yemek yemek için otlar kaynatılırken biz zinetlerimizi göstere göstere yeryüzünde hala yürüyor muyuz? Müslüman uyuma, kardeşine sahip çık. Müslüman uyuma, kardeşine sahip çık. Müslüman uyuma, kardeşine sahip çık. Her şeyden önce şu hususu vurgulamak istiyorum. İsrail istilacı ve işgalci bir yapıdır. Yalanlarla, iftiralarla, kurduğu baskı düzeniyle ve kanla beslenen aşağılık bir yapıdır. Bu yapının tezahürlerini 15 aydır Filistin'de, bilhassa da Gazze'de görüyoruz. Aylardır 20.000'den fazla çocuğumuzu katletti. Bazı çocuklar isimlerini bile alamadan toprağa düştü. Bazı çocukların doğum belgelerini bile almaya zamanları olmadı. İsrail 20.000'den fazla çocuğumuzun yanı sıra 15.000'den fazla da kadını katletti. Katil İsrail, katil İsrail, Katil
İsrail katil. İsrail katil, İsrail. Onlar çocuklarımızı öldürürken hiç utanmıyorlar. Çocuklarımızı parça parça ederken hiç utanmıyorlar. İnsanları gökyüzüne fırlatırken hiç utanmıyorlar. Siz hakka aykırırken Allah rızası için utanmayın. Sesinizi yükseltin ey Müslümanlar. Okulları, üniversite binalarını bombaladılar. Kütüphaneleri vurdular. Camileri, kiliseleri vurdular. Yardım kuruluşlarını, BM binalarını vurdular. Hastaneleri ateşe verdiler. Okulları bombaladılar. Çiğnenmedik hiçbir ilke, değer, ahlak kaidesi bırakmadı Siyonistler. Gazze halkı yalnız değildir. Gazze halkı yalnız değildir. Gazze halkı yalnız değildir. Gazze halkı yalnız değildir. Allah razı olsun çocuklar sizden. Siz olmasanız vallahi biz bu direnişi bu kadar haykıramazdık belki de dünyaya. Ey Müslümanlar, ey vicdan sahibi insanlar, Filistin halkı canını, malını, evladını, her şeyini bu mücadele için feda etti. Bize düşen direnişten umudu kesmemek ve elimizden geldiği kadar direnişe destek olmaktır. Ey Müslümanlar, zalimlerin ürünlerini boykot edin. Onların mallarını evlerinize sokmayın. Onların ürünlerini çocuklarınıza yedirmeyin. Çünkü bu dünyada bir yerde çocuklar öldürülüyorsa kimse masum değildir. Ey oturanlar, ayağa kalkın. Ey ayaktakiler, koşun ve ey koşanlar, Allah rızası için daha hızlı koşun. Şu an Gazze'de bir tarih yazılıyor. Büyük lider Aliya'nın dediği gibi tarihi ancak Allah yazar. Biz sadece nerede duracağımıza karar vereceğiz. Azlar çoklara galip gelecek. Bundan eminiz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Esselamunaleyküm. Tekbir! Tekbir! Tevhid! O musliman, o të krishter, o hebrejn e humanist, kudo që të jeni dhe sido që ta përkufizoni veten, sot jemi mbledhur këtu për Gazën, për të mbrojtur njerëzimin, për të mbrojtur dinjitetin njerëzor. Jemi mbledhur që foshnja të mos vdesin nga uria, që fëmijët të mos ngrihen nga të ftohtit, edhe ata që nuk mundën të vinë fizikisht, por zemrat e tyre rahin për Gazën dhe Palestinën. Ata që gëzohen me gëzimin e Gazës dhe e ndjejnë dhimbjen e saj. Kudo që të jeni, zemrat tona janë të bashkuara, ëndrat tona janë të përbashkëta, gëzimet dhe hidhërimet po ashtu. O banor të Maqedonisë së Veriut, o popullit e Tovës, a i shihni familjet që digjen për së gjalli në Gazë. Njerëzit po flaken drejt qedhin nga shpërthimet. Fëmijët që dalin për të marrë ujë me bidon, po vritën në mes të rrugës nga snajperët, e dëgjoni britmen e tyre. Gratë nuk gjejnë as veshje për të mbuluar trupin, barin e zijen për të ngrënë, e ne ecim në për tokë duke shfaqur pasurit tona. Para së gjithash, dua të theksoj një gjë. Izraeli është një regjim pushtues dhe kolonizues, një sistem i ndyrë që ushqehet me gënjeshtra, shpifje, shtypje dhe gjak. Për 15 muaj me radhë, kemi parë pasojat e kësaj strukture në Palestinë, veçanërisht në Gazë. Brenda 15 muajsh, Izraeli ka vrarë 20.000 fëmijë.
Disa prej tyre nuk arritën as të merrnin një emër. Të tjerë nuk patën kohë të regjistrohen si të lindur. Përveç tyre, janë vrarë të paktën 15.000 gra dhe rreth 50.000 palestines. Kanë bombarduar shkollat, universitetet, bibliotekat, kanë goditur xhamit, kishat, organizatat humanitare, madje edhe ndërtesat e Kombeve të Bashkuara. Kanë djegur spitale, i kanë shkatëruar nga themeli. Nuk kanë mbetur asnjë parim, asnjë vlerë, asnjë moral që se kanë shkelur sionistët. Dhe bota që e quan veten moderne, ka 15 muaj që i jep armë dhe para kësaj strukture gjenosidale. O Amerikë, o Gjermani, o Francë, o Britani, ju jeni bashkëfajtor në çdo krim që Izraeli ka kryer. Jeni përgjegjës për çdo pikë gjaku të derdhur, për çdo ndërtesë të shembur dhe për çdo vuajtje. Herët avon do të vi dita kur nuk do të mund ta mbroni më këtë strukturë sioniste që e keni futur si hanxhar në këtë troje. Dhe përkrahja që i keni dhënë këtij terrorizmi do të ketë një çmim. Dhe o Izrael, përpiqu sa të duash të zhdukësh Palestinën, me ecjen, me urinë, me bombat dhe me vrasjet. Palestina do të jetoj, por ti nuk do të jesh pjesë e së nesërme së këtyre tokave. Sot, ata që janë mbledhur këtu për të thënë mjaft ndaj padrejtësisë, nesër do të jenë këtu për të festuar fundin tënd. Mbajeni Gazën, mbajeni Palestinën në mendje dhe zemrat tuaja në çdo rast. O musliman dhe njerëz me ndërgjegje, populli palestines ka flijuar gjithçka, jetën, pasurinë, fëmijët për këtë kaos. Detyra jon është të mos dorëzohemi dhe të japim çdo përkrahje që mundemi për rezistencën. Bojkotojeni çdo produkt të tiranëve. Mos i sillni mallrat e tyre në shtëpitë tuaja. Mos ja ushqeni fëmijëve tuaj. Sepse nëse diku në botë po vriten fëmijë, askush nuk është i pafajshëm. Mos jetoni me këtë barë. Ngrihuni ju që rini ulur. Vraponi ju që qëndroni në këmbë. Vraponi edhe më shpejt ju që tashmë jeni në lëvizje. Për hir të Zotit, sepse në Gazë po shkruhet historia. Siç thoshte lideri i madh Alija Izetbegović, historinë e shkruan Zoti. Ne vetëm vendosim se ku do të qëndrojmë. Pakica do të mposht shumicën. Besoni, vetëm besoni. Besoni se tiranët do të humbasin, do të shkatërohen në një humbje të turpshme. Besoni se rezistenca dhe ringjallja e të shtypurve do të kurorzohet me një fitore të lavdishme. Qoftë paqja mbi ata që besojnë. Tekbir! 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 Të ngreni zërin për Gazën nuk është patjetër të jeni musliman. Së pari duhet me qenë njeri. Pa zato a danes kad će vi se obratam na makedonski jazik za ljuđe të koji go krena glasot za Gaza, iako ne se muslimani. Pa zato ave povikuvam, ej muslimani, ej hristijani, ej evreji, ej budisti, ej ateisti, ideisti i ej humanisti. Od kada i da ste, kako i da se definirate sebe si? Danes dojdovte tuka za Gaza. Dojdovte tuka da gi odbranite čovečnosta i čovečkoto dostoinstvo. Dojdovte za bebinjata da ne ginat nerodeni, a decata da ne umirat od glad. Oni koji ne može a da dojda tuka, no čišt od srca čukat za Gaza i za Palestina. Oni koji se raduvat na radosta na Gaza i Palestina. I koji taguvat za nivnite maki, kada i da ste. Našite srca se edno. Našite soništa za sloboda se edno. Našite radosti i taga se edno. Ej građani na Republika Makedonija, ej tetovčani, gledate li deka umira deca?
Gledate li дека децата горат живи во Газа? Луѓе летаат кон небото од детонациите. Децата кои одат да најдат вода со своите канистри биваат масакрирани од снајперисти на сред улица. Го слушате ли плачот на децата во Газа? Дали го слушате? Додека жените не можат да најдат соодветна облека за да се облечат, а секакви растенија варат на место храна, ние се шетаме слободно, уживајќи во нашите животи. Најпрво би сакала да го истакнеме овој момент. Ги гледаме злосторствата во Палестина, особено во Газа, во последните 18 години, да не кажам 80 години. Израел уби 20.000 деца. Некои бебиња беа закопани под земја пред да добијат своите имиња. Некои бебиња дури немаа време да ги добијат ни изводите од матичните книги народени. Израел изврши геноцид и масакрира над 50.000 палестинци, луѓе, од кои најмногу беа 15.000 жени, 20.000 деца. Стотици илјади останаа сакати, без раце, без нозе, без очи и без живот. Ги бомбардира училиштата, универзитетите, ги запалија библиотеките, срушија џамии и цркви, ги нападна хуманитарните организации, објектите на Обединетите нации, ги запалија болниците, ги срамнија со земја. Окупаторите не оставија непрекршен ниту еден хуманитарен принцип, ниту едно човеково право, ниту еден меѓународен закон. Сите ги згазија. Се протививме на молкот на меѓународната заедница која тајно и јавно обезбедува оружје, политичка и финансиска поддршка за оние злосторства веќе 18 години. Веќе 18 месеци, да не кажам 80 години. Меѓу државите што молчат, за жал, е и Македонија. Ниту еднаш не осудија ниту едно од безбројните злосторства во Газа. Ниту еднаш не го осудија геноцидот во Газа. Нашата порака до властите во Македонија е следна. Не бидете соучесници во злосторствата извршени од страна на Израел. Не бидете одговорни за секоја пролеана капка крв. Не бидете одговорни за секоја срушена зграда. Порано или подоцна, ќе дојде денот кога ќе се каете што се застанале на погрешната страна во историјата. Тогаш, според меѓународното право, ќе мора да одговарате за поддршката на геноцидот кој се уште се врши во Газа. Денес, ние граѓаните на Македонија се собравме тука да кажеме стоп. Стоп на геноцидот во Газа. Да кажеме дека тие срамни гласања во Обединетите нации против државноста на Палестина и против мирот во Газа не се во наше име. Вашата политика не го представува мнозинството на граѓани во Македонија. Граѓаните во Македонија се за мир, за слобода и за почитување на човековите права. Ве повикуваме да го осудите геноцидот во Газа и окупацијата на Западниот брег. И да ја признаете палестинската држава. Како што постапија останатите наши соседи, паметни соседи и европските земји. Драги сограѓани, продолжете да ги носите Газа и Палестина во вашиот ум, срце и во душа во секое време. Еј граѓани, еј луѓе со совест, палестинскиот народ го жртвуваше својот живот, своите имоти, своите деца, се во ова борба за преживување. Наша должност
e da ne gubime nadež vo čovečnosta i da ja podržime koliko što možemo od naša strana. Zato продолжете со ваша поддршка на Газа на секој може начин. Споделувайте вести за Газа, бидејќи новинарите во Газа се умираат, ги убиваат секој ден. Присуствувајте на протестите за Газа. Кренете го вашиот глас за Газа. Бойкотирајте поради Газа. Донирајте за Газа. Нашите хумани народи во Македонија не престанаа до денес да носат помош за Газа и тоа е највисокото ниво на верување, на солидарност, на човеколюбие, кое ние го преточуваме во дела. Бойкотирајте ги производите на угнетувачите и не хранете ги вашите деца со нивните производи. Не внесувајте ги тие производи во вашите домови. Бидете свесни за време во кое се наоѓаме. Бидете свесни за времето кое ние го запишуваме со нашите дела. Бидете свесни во која страна ќе седиме. Бойкотирате ги производите, бидете свесни, бидејќи историјата се пишува во Газа токму сега додека ние го креваме нашиот глас. Како што рекол големиот водач Алија Изетбеговиќ, Бог ја пишува историјата. Ние само треба да одлучиме на која страна треба да застанеме. Па затоа тетовчани денеска верувам дека одлучија дека сакаат да застанат на страна на мирот во целиот свет. Во ова време кога технологијата ни е толку напредна, ние уште зборуваме за мир во места каде што луѓето безмилосрдно се убиваат пред очите на камерите. Малобројните ќе триумфираат над многобројните, така се случува. Историјата тоа го докажала. Но верувајте и само верувајте дека секоја окупација и агресија има крај. Историјата тоа го докажала. Верувајте дека отпорот на угнетите ќе биде крунисан со величествената победа на Палестина и на праведниот народ. Мир и спас за сите оние кои веруваат. Еселаму алейкум ва рахметуллах. Në këtë moment heshtjeje dhe drite, ju ftoj të ndalemi për pak qaste. Le të pushoj zemra nga zhurma, le të hesht fjala për t'i dhënë vend lutjes. Me shpirt të përullur, të gjithë së bashku, në një frym paqeje, të dërgojmë nga një fatiha për shahidët e Gazës. Ata ranë shahid, jo për t'u haruar, por për të jetuar në kujtesën tonë, në historinë tonë, në drejtësinë e Zotit. Zoti i mëshirës i pranoft si dëshmor, i mbuloft me dritë dhe i bashkoft me të dashurit në xhennet. Allahu ju bekoft edhe juve. Değerli kardeşlerim, bu sessizlik ve ışık anında bir an durup kalmamızı davet ediyorum. Kalbimiz gürültüden dinlensin, sözler susun ve dua yerine yer versin. Alçak gönüllü bir ruhla hep birlikte barış içinde Gazze şehitleri için bir Fatiha gönderelim. Onlar unutulmak için değil, hafızamızda, tarihimizde, Allah'ın adaletinde yaşamak için şehit düştüler. Allah'ın rahmeti üzerine olsun, onları şehit kabul etsin. Onları nurla kuşatsın ve onları sevdikleriyle cennette birleştirsin. Amin. Почитувани браќа и сестри, во овој момент на тишина и светлина, ве повикувам да застанеме за неколку моменти. Нека почине срцето од бучавата, нека молчи зборот за да му дадеме место на молитвата. Со понизно срце, сите заедно, во еден дух на мир, да испратиме една фатиха за шехидите на Газа. Тие што падна
ne za da bida zaboraveni, tuku za da živeat vo našata memorija, vo našata istorija, vo pravdata na Allah Đelešanu. Vozvišeniot Allah na milosta neka gi prihvati kako mačenici, neka gi obvije so svetlina i neka gi obedini so nivnite najbliski vo džennet. Amin. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu.